Janë rikthyer sërish masat mbrojtëse për çmimet e naftës me kufizim të marzhave të fitimit. Marzha tregtare maksimale është përcaktuar për shitje me shumicë deri në 2 euro cent për litër dhe shitja me pakicë deri në 12 euro cent për litër. Rozeta Hajdari, ministre në detyrë e industrisë, ndërmarrësisë dhe tregtisë, thekson se vendimi për caktimin e masave mbrojtëse për produktet e naftës të përdorshme në transport ka për qëllim mbrojtjen e konsumatorëve dhe garantimin e konkurrencës së drejtë në tregun vendor. Ky vendim hyn në fuqi një ditë pas publikimit në gazetën zyrtare, që parashihet mbikëqyrje shtuar inspektuese nga Inspektorati i Tregut në bashkëpunim me doganën dhe administratën tatimore. Sipas shoqatës së naftarëve, sot çmimet e derivateve në Kosovë sillen prej 1 euro e 15 cent deri në 1 euro e 28 cent për 1 litër naftë, dhe për 1 litër benzin 1 euro e 16 cent deri në 1 euro e 27 cent. Kujtojmë se masat të ngjashme të parafundit ishin vendosur me 24 qershor 2025 dhe para kësaj me 7 prill të këtij viti. Po ashtu, masat e para mbrojtëse dhe kufizimet të marzheve ishin vendosur në vitin 2022. Këto kufizime ishin të vlefshme për periudha të caktuara, shpesh për 30 ditë.